Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do sjell historinë e një 25 vjeçare, e cila vetëm përpara disa ditëve u denoncua nga familjarët e saj se ishte larguar nga shtëpia duke lënë 2 fëmijët e vegjël dhe bëhet fjalë për Katerina Xhambazin. Katerina e ka parë emisionin momentin kur motra e saj Angela dhe nëna treguan historinë e saj, largimin dhe braktisjen e fëmijëve dhe kërkon që ditën e sotme të jetë këtu në live me Odetën. Por fillimisht për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur momentin kur motra dhe nëna e denoncuan Katerinën, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Po e kemi një problem shumë të madh. Domethënë motra ime nga martesa e parë ka 2 fëmijë. Unë nga ai ja la të 2 fëmijët u martua me një tjetër. Ai çuni ka qenë drogaxhi, ka qenë i dhunushëm, e sodhën për hatrin e fëmijëve që ajo të bashkoheshte me fëmijët e saj. I tha babait që do ta marr për hatrin e fëmijëve se unë lumturim atë më shumë nuk kam. Po për të traktuar e ka traktuar motra ime atë. Ai nuk është as të pi drogë, as në pianec, është domethënë nuk i ka këto gjëra tek qia nuk i ka. Ka vetëm xhelozin që e ka shumë të keqe. Ai çuni erdhi me makinë biliste e mori iku. E as katrovi jetën e ndau nga fëmijët. Unë nuk i ndryj të jetë e saj. Ma më vjen keq për fëmijët e saj, edhe për atë dhimbje që po kalon babai im në shtëpi dhe nëna ime. Neve kemi bërë ç'është e mundur, të familja, kemi ndihmuar, kemi mbetur vetë, e ja kemi shqerë fëmijët edhe ata që si mos na gabojnë. Ka marrë gjën e burin e saj. Buri i saj e deshte ky fëmijëve. Babai i fëmijët kishte gabuar ajo kush e disa shuerë, e ka zëni i shoqi në për telefon atë për ato, prapja ka falur edhe ajo e ka marrë. Edhe prapë e sot ajo, po ta lera ajo, këtë që ka marrë prapë e merr. I shoqi. Po lutet ajo bëni ç'është e mundur të mbledh edhe një fëmijë, na ka thënë. E dëgjuam këtë nën dhe këtë motor që denoncuan Katerinën, 25 vjeçaren, e cila fatkeqësisht ishte larguar nga shtëpia 2 herë me një partner të ri që kishte gjetur, duke braktisur bashkëshortin dhe fëmijët e saj. Ndërkohë që unë do hap dritaren për Katerinën, e cila kërkon që të tregojë versionin e saj, kështu që menjëherë e përshëndes. Katerina, përshëndetje. Përshëndetje zemër. Si je ti? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë. Mua përpara disa ditëve më telefonoi familja jote dhe më tregoi që ke braktisur 2 fëmijët e vegjël. Nuk i kam braktisur. Por ti aktualisht je me fëmijët e tu? Jo, nuk jam me fëmijët e mi. Por pse nuk bashkohesh me fëmijët? Dua të më dëgjosh një herë historinë time? Patjetër, do të dëgjoj. Po. Unë jam martuar 14 vjeçe. Shumë e vogël. Po. Edhe jam dashuruar me një çun tani e vogël, isha dashurova e mora. Por që kam vojtur shumë. 12 vjet. Pse ke vuajtur? Ai të ka kesh trajtuar, të ka... Po, shumë jashtëmase dhe prindrit e mi, njerëzit e mi e din më mirë se mua këtë gjë. Por si ka qenë martesa jote me babain e fëmijëve? Si ka qenë martesa, ka qenë çfarë kam vojtur jashtëmase. Për 10 vjet kam qenë në dhunë shumë. Se nëna, motra jote nuk më treguan që ai të ka dhunuar. Ai më ka dhunuar dhe nëna ime, motra ime e din më mirë këtë gjë. Unë me fëmin tim çunin e kam 8 vjeç, e kam të operuar nga zemra, të kam thënë. Po. Po. Unë kam shkuar edhe në Kosovë, kam lypur me fëmin tim. Por pse duhet të lypësh kur je vajzë e re dhe mund të punon? Ai nuk punonte. 2 vjet kam lypur me fëmin tim në Kosovë, të operuar e mbaja atë me lekë. Ai nuk punonte, ai ishte vetëm xheloz, më shkatrovi jetën, më nxili jetën, unë nuk e duroja dot më.
Edhe kam 6 muaj që e kam lënë. E qartë, unë nuk të paragjykoj pse ke lënë burrin, se nëse ti nuk e do burrin tënd, shumë mirë mund të ndahesh, por fëmijët nuk lihen. Fëmijët, unë isha te babai në 6 muaj. Po, Po unë nuk isha me çfarë ti ushqeja ma ato fëmijë. Unë lyja borxhe në për dyqane, në për ato, nuk ja dilja do të më. Desha të mija fëmijët e mi dhe tikja te nëna ime. Të punoja diçka dhe ti ushqeja. Por ai çfarë bënte më kërcënonte çdo ditë nga telefoni. çfarë të kërcënonte, çfarë të Më thosh? kërcënonte, nuk ndeshtet mi linte fëmijët që ti mija me vete, jo ti do isha aty në fshat, nuk më linte që të punoja. Pra, ai Që të ushqeja fëmijët e të mi, unë nuk ja dilja dot më atje në fshat, nuk ja dilja dot më. Mirë po këtyre 6 muajve, unë jam njëjtur me këtë djalin. që i bashkëton tani. Po, që bashkëtoj. Dhe u dashurova në atë. Edhe ja, por nuk i kam braktisur fëmijët e mi. Unë fëmijët e mi lash te baba im, që të punoj pak kohë, dhe ta hap gjyqin tim, dhe unë do t'i marr fëmijët e mi, unë nuk i kam braktisur. E qartë, por nëna, babai jot kanë treguar që ti i ke braktisur, ke ikur dhe i ke lënë aty. Dhe për detyrë për të rritur ata fëmijë, Katerina, i ke ti e nëna. Po, unë do t'i marr fëmijët e mi, unë nuk i le. E dashur Katerina, fëmijët aktualisht janë me babain. Po. Sepse nëna ka ikur dhe ai ka të drejtat e plot. Sepse ti zemër të kanë informuar shumë keq edhe ti nuk e di se çfarë baba i kanë ata. Por aman ti ke lënë me ata baba. Ai vuan që unë nuk kam të drejtë të vuaj gjithë jetën time, apo jo? Po patjetër, pse nuk e ke denoncuar në polici? Patjetër, unë jam 25 vjeçe dhe nuk jam e vogël. Por që ata kanë bërë shumë gabim dhe të kanë informatuar shumë gabim dhe shumë gënjeshtër. Katerina, unë nuk dua të paragjykoj në mënyrë absolute. Por, në momentin që ai të ka dhunuar, pse nuk e ke denoncuar në polici? Sepse nuk desha ta denoncoja në polici, sepse tani kush është ajo nën që të denoncoj babain e fëmisë në polici, apo jo? Kjo nuk është e lehtë sepse më detyrojnë njerëzit e mi që unë ta mirja me zor. Unë nuk mund ta mirja me zor atë njeri, unë nuk e dua më. Me zor do ta mirja, me kërcënime, me gjona, me kështu nuk e marr. Jo, nëse ti nuk e do, ka mbaruar ajo histori dashurie dhe të mirë kuptoj për këtë pjesë. Por aman, fëmijët zemër nuk braktisen, sepse nuk i braktis. Unë do t'i marr fëmijët e mi. Në momentin që do hap gjyqin, kush më takon mua, unë do ta marr fëmijën tim, nuk e le. Po mirë, Katerina, ç'kusur ka babai jot të rrisi fëmijët e tu dhe ti je tek partneri burri i dytë? Çfarë detyrimi ka babai dhe nëna jote të rrisi fëmijët e tu, sa ti je gati për t'i marr? Jo, nuk përita, ata janë te baba vet. Po ata duan që t'i marrin aty, sepse ai nuk ai e babai tim. Po pra, po e diti në çfarë kushte ndodhesh? Unë do të shpjegoj. Po, të më shpjegosh. Në momentin që ne flasim, ata fëmijë janë me babain. Dhe nëna nuk është prezente, ti nuk je prezente tashmë në jetën e tyre. Po. Ai baba, nëse ti do i drejtohesh gjykatës, të bën një denoncim ty që ti i ke braktisur fëmijët dhe ty automatikisht të hiqet kujdestaria dhe kujdestaria i kalon babait dhe ti ata fëmijë nuk do t'i kesh më pranë vetes. E kupton në çfarë situate je, rrezikon ti humbasësh dhe fëmijët? Jo, sa të hap gjyqin, unë e di që më takon një fëmijë. Jo, nuk ka lidhje të takon një fëmijë apo 2 fëmijë apo 3 fëmijë. Gjykata shikon situatën dhe ja jep njërit prind që është më i sigurt. Dhe një nën që i ka braktisur 2 herë fëmijët, po të flas sikur të kam vajzën time, më mirë kuptoj për këtë pjesë. Dhe një gjyqtare që shikon që një nën ka ikur 2 herë, i ka braktisur për herë të dytë, nuk ja jep kujdestarin. Sepse nuk janë të sigurt fëmijët me ty. Po mirë. Sikur ta zgjidh me ata këtë gjë. Po unë atë kërkoj që ti sepse unë kam folur pak me vllajin tim sot, edhe me njerëzit edhe me nënën time. Dhe dua që ti të dërgjegjësohesh dhe ta kuptosh që gjëja më e shtrenjtë, Katerina, janë fëmijët, pastaj vjen burri. Nuk të vjen keq për atë djalin e vogël që qan natën dhe të kërkon ty? Po e di.
Sepse unë nuk dua të lëndoj, por si e bën gjumin ti natën? Si ha buk ti kur pranë vetes nuk e fëmijët? Sepse ata më detyruan që unë të ikja. E qartë, por nuk është kjo Sepse unë zgjidhje. duaja shumë, sepse ai bashkëshortim që kisha unë lypte fëmia im, ai e bën gjumë i rahat. Ai e bën të gjumë i rahat kur lypte fëmia im edhe hante ai. Këtë gjë ta kanë treguar njerëzit e mi ty, nuk ta kanë treguar. Jo, Që unë haja dru në mes të Kosovës, në mes të Ferizajt për ati, dhe më nxite nga shtëpia me fëmijën e vogël, në Naime e di shumë i këtë gjë. por ky është gabimi jot më i madh që ti nuk e ke denoncuar në polici. Që në atë moment që ai të ka dhunuar, Sepse prindrit e mi më detyruan që unë ta mirja prapë, se kam lënë shumë eri, kam thënë mos më coni ta ai. Më lini që unë të risë fëmijët e mi. unë fola me nënën tënde dhe ja shpjegova që nuk e pse detyron Katerinën që ajo të kthehet tek ai burr që nuk e do. Se mbase ka mbaruar dashuria dhe ti nuk e do atë burr dhe të mirë kuptoj për këtë pjesë. Por aman, e dashur Katerina, fëmijët janë të rëndësishëm dhe ti duhet të shkosh t'i marrësh fëmijët. Sepse familja jote më tregoi që partneri aktual që ti ke nuk të pranon fëmijët. Jo, është shumë gabim. Jo, nuk më ka thënë asnjëherë që nuk të pranoj me fëmijët. Po fëmijët, unë dua që t'i marr, të punoj pak që të hap gjyqin dhe t'i marr. Sepse unë e di se do kem shumë pengesa nga ai, sepse unë e di kush është ai. Nëse ti momenti që do ishe larguar, mos t'i bëje gjërat kështu, por të flisje hapur me babain tënd, me nënën tënde, që unë... Nuk më ka kuptuar asnjë njeri asnjëherë. Shumë eri kam shkuar në shtëpi, shumë eri kam vojtur, ata i kam pa shumë mirë vojtjet e mia në Kosovë, që lypja me një fëmijë të aperuar dhe ai hante. Unë e mbaja, unë e ushqja me fëmijët e mi lypja rrugëve. Edhe prap haja tru, edhe më nxirte natën jashtë. Thojmë në nëstime, sa e të ka erdhur vajza jote në shtëpi natën me fëmijën ty, që ziheshe me atë. Edhe sa kërcënime bën ai. Unë do të vras rrugëve, unë do të vras atje, unë do të vras këtu, shumë. Dhe më vjen keq që pas ke pasur një jetë të vështirë, por... Shumë të vështirë. Por shumë që ta dish ti jetën time, unë në një moment nuk e desha më jetën. Por çfarë ka ndodhur në jetën tënde? Çfarë ka ndodhur në jetën time, sepse ai më shkatroi jetën. Sepse ai ishte shumë i keq, shumë xheloz, shumë kod, bëheshe pa lidhje. Nuk e gjeta asnjëherë guximin që të divorcohesh prej tij? Por zgjidhje formën... Nuk e gjeta sepse prindrit nuk më linin të divorcoheshe nga ai. Bile e kam hapur një herë gjyqin, e kisha në proces, i pagova lekët, isha në sa do fillonte, ata e mbyllën prapë. Jo do shkosh të ai. Edhe unë u detyrova ai ka të shikoj jetën time, të shikoj shpirtin tim, se edhe unë kam qenë shumë keq. E qartë. Unë jam ta pesësh babin tim dhe vllajin tim, sa borxhe janë futur unë aty në fshat që ai nuk i dërgonte fëmijëve lekë për bukë. Një herë në muaj dërgonte vetëm 50.000 lekë të vjetra. Që janë të pamjaftueshme. Që janë të pamjaftueshme, që ato fëmijë duan të paktën 20.000 lekë në ditë që të hajnë. E dashur, po tani e mendon ti që kanë fëmijët e tu për të ngrënë, duke ditur që është një baba i papërgjegjshëm? Ka njerëz të tjerë të përgjegjshëm që i mbajnë shumë mirë biles, edhe unë e di këtë gjë. Ish Vjera. Vjeri, është kunata, është kunati, ata i mbajnë fëmijët sepse unë e di sepse kanë folur dije, më kanë thënë për fëmijë. Ke folur me fëmijët? Edhe në Naime kështu më tha që ata i mbajnë shumë mirë, ata i peshojnë, i ushqejnë, i bëjnë, që pare ka folë mami me djalin tim. Ti vetë kur ke folur me fëmijët, dje? Jo, nuk kam folur me fëmijët, se mua nuk më lejnë që unë të flas me fëmijët. Por nuk e ke... Nuk do ai që unë të flas me fëmijët. Sepse ai të ka falur një herë dhe sipas nënës tënde ai të fal sërish nëse ti shkon. Jo, nuk i shkon, nuk i kthen. Ti ke dhënë fund. Po që fëmijët e mi nuk i braktis, atisht që nuk jam nënë braktis, nuk i braktis, atisht.
Por ish vjerës, nuk i ke kërkuar në telefon që të flasësh me fëmijët? Nuk kam kontakt me ata, sepse ata nuk më duan që ai ka ndaluar edhe nga babai i fëmijët, i ka thënë që s'keni për t'i parë më me sy. Ai po kërcënon gjithë familjen time. E dashu Katerina, po me prindit e tu dhe me motrën, pse nuk flet? Pse i bllokon në telefon? Jo, i kam, po flas për ditë. Por ata nuk ishin një numër telefoni. Jo, është ngabim. Unë që në momentin që kam ikur me maman time pak më parë sa po fola. Dhe çfarë të tha? Do që të t'i tregoj të gjitha do t'i çoj që unë flas. Dhe çfarë të tha nëna? Ajo të thotë ktheu te fëmijët. Ajo nuk më thotë që ajo më thotë që do hapë gjyqin, do t'i marrësh fëmijët, edhe vllai më thotë që fëmijët nuk t'i jap ty, do t'i mbaj unë fëmijët, vetëm i kalo mua thotë që t'i mbaj unë. Sepse ai nuk na jep çast t'i shikojmë as t'i marrim në shtëpi, t'i mbajmë 1 javë, 2 javë nuk na jep. Ai. Por ti vetë çfarë ke menduar të bësh? Unë kam menduar do t'i drejtojmë gjykatës Për të bërë divorcin. për të bërë divorcin dhe në qoftë se më takojnë fëmijët do t'i marr fëmijët e mi. Edhe do t'i mbaj. Por me partnerin e Unë nuk i dytë, praktikoj fëmijët e mi. me partnerin e dytë që e njohur, që bashkëton. Si e njohur? Je njohur në internet? Po. Edhe ai vjen nga një martesë të dështuar. Po, edhe ai është i divorcuar. Mendon të lidhesh kuror. Po. Je lumtur me atë person. Jam e lumtur, jam shumë e lumtur. Dhe jam shumë rahat. Ai e di që ti ke 2 fëmijë. Ai e di. Dhe ai nuk më ka thënë kur që unë nuk t'i dua fëmijë. Por ditën që ike, pse nuk i more me vete fëmijët? Nuk i mora sepse ika. Sepse babai i tyre, në qoftë se unë do t'i merja me vete, babai i tyre mund të bënte diçka tjetër. Çfarë mund të bënte? Do të denonconte, ti nuk ishe e humbur, mund ta telefonoje, ti thoshe, kam ndryshuar vendbanimin, hajde takoj fëmijët në Tiranë. Jo, unë nuk humba. Unë në momentin që hika, unë gjithë njerëzit, kam folur me të gjithë njerëzit e mi. E qartë, prandaj po të them, ti nuk je e humbur. Në momentin që ike. Jo, nuk jam e humbur. Po pra, e di këtë gjë. Prandaj po të them, pse nuk i more fëmijët me vete, që ditën që ike. Nëse partneri është dakord, i kishe marrë, ti jetonin me ty. Do t'i marr. Unë do t'i marr, po të them, në qoftë se do hap gjyqin, unë do t'i marr. Sepse tani nuk i marr dot, sepse unë e di që do kem shumë probleme me atë. Sepse ai nuk më jep fëmijët ai. Por me babain tënd ke folur, ai qan shumë për ty. E di pse qan shumë. Ai qan shumë tani sepse ja ka marr fëmijët ai. I ka marr fëmijët me dhunë. Ai edhe nuk ja jep tani që t'i mbaj babai 1 javë ose 2 javë ose nuk ja jep, nuk i le që t'i takoj. Po pra, ai qan dhe për ty dhe për jetën tënde. Sigurisht se t'ka vajzë. Po. E ke telefonuar babain? Po. Më vjen mirë që sot me mua fole, më vjen mirë që nuk do t'i braktisësh fëmijët, por do t'i marrësh pranë vetes tënde. Jo, në asnjë mënyrë. Janë fëmijët e mi, nuk i braktis asnjëherë. Më vjen mirë që sot ke folur me nënën, me motrën, me vllajin. Njerëzit më të rëndësishëm në jetë është familja. Po. Dhe nëse njerëzit më të rëndësishëm në jetë është familja, dhe nëse nuk duam familjen tonë, harroje të duan të tjerët. E vërtet. Këtë gjë mos e harro kur. Jo. Padyshim që ti je vajzë. Shumë që më more. Pavarësisht se ti je një vajzë e re, je 25 vjeç, ke jetën përpara. Të njoh shumë mirë sepse të kam ndjekur shumë në këto emisione. Dhe je shumë e mirë, faleminderit shumë. Të lidhesh me familjen tënde, sepse ajo është gjëja më e shtrenjtë dhe pavarësisht se je e re, ke jetën tënde, do të jesh e lumtur me partnerin që do, por mos harro, fëmijët janë gjëja më e shtrenjtë. Po, e di.
E di, po në momentin që unë kam shumë siklet në shpirt dhe vuaj shumë, që kam vojtur 12 vjetë, ja për vojtur, jam shumë e vojtur për ati, do njëherë të ere në sytë dhe nuk do që t'ja tish për asë një gjë. Më vjen keq që ke vuajtur kaq shumë, je martuar kaq e vogël, je dhunuar nga partneri, uroj të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët e tu dhe nëse ke nevojë për ndihmë, më telefono, patjetër që unë do të ndihmoj. Faleminderit shumë faleminderit. Mirë, Katerina të përshëndes dhe mirupafshim. Edhe unë ty, faleminderit. Mirupafshim. Erdhe këtu me jetu këtu në Kavaj, të unë fakt të doshe burin për këtë toka, me kalu jetën. Ai më ka mashtru, më ka kërku kunorë, nuk do të gru dhe fëmijë. Do të vinte vetëm për mashtrim tokësh edhe mashtrim pasurie. O mashtru, s'ka mundësi ti të shtoshunët edhe babën tem ju thurr me vra. Për zoni ku thuaj motrën time e zoni, ishte për mua dinte mire. Kjo. Unë lahat dritaren për një zonja, është nëna një vajzë 12 vjeçare, quhet Fatbarda Sinani, e cila ka një problem për të denoncuar, një problem me ish partnerin e saj që fatkeqësisht ai ka ndruar jetë. Kjo zonjë do të tregoj momentet më të vështira, si u njoh me mbledhëri me burrin, babain e fëmijës së saj, se si ky fundit erdhi në shtëpinë e saj dhe kërkoi ti merrte gjithë pasurinë. Por çfarë ka ndodhur dhe kush është sot problemi pas disa viteve që ai ka vdekur dhe ata janë ndarë fizikisht me njëri tjetrin? Unë do hap dritaren, ftoj Fatbarda Sinanin për ta mësuar këtë ngjarje. Fatbarda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Më ke telefonuar e dashur Fatbarda, më ke dërguar mesazhe se ke një problem për të denoncuar këtu në live me Odetën. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Po. Odeta, mu më ka ndodhur vetëm thjesht me avokatin. Unë nuk kam pas asnjë problem, vetëm thjesht me avokatin. Unë du rrugë zgjidhje vetëm me avokatin. Ke problem me një avokat? Po, vetëm avokatin komuna, vetëm thjesht me dëgjosh, unë patë procedurën e gjyqit, tash që me datë 21 qershor. Po? Patë gjyqin, seancën e parë. Mbaroj seanca parë, edhe thot do vish këto mos i javë, thot 4-5 ditë. Seanca 2. Mbaroj dhe dytën, unë mbyll. Seanca 3, me 28 qershor, ditën e gjumë, mu ka më procedurë gjykatës. O vendos që u ka prej që unë nuk marr vendim gjykatë fare, për heqjen në mbiemrin tem kunorës. Vetëm kaq komun, thjesht, se çfarë ka bëu avokati me letrët te ish burri që ka vdekur, bashkëshortit, dëgjoje mirë, sa i thot ka qenë i martuar, thot bashkëshorti jot, thot. Është martu 3 herë, thot. Unë nuk di që martesët e burrit se ku është martu. Okej, më dëgjoj. Ai ka bëu procedura, më fali minut. Ai ka bëu procedurën e trashëgimisë të burrit edhe të fëmijës. Tash ti unë nuk e thosh avokatit më bë trashëgimi të burrit. E dashur Fatbarda, më lejo që të bëj disa pyetje që ta kuptoj qartë historinë e jetës tuaj, çfarë ka ndodhur me jetën tuaj, se ju që keni një proces gjyqësor që tashmë që nga mbyllur. Atëherë Fatbarda, ju keni qenë martuar? Po, unë kam qenë martuar me Shpëtim Sinanin, nga Tropoja. Aktualisht ju ku jetoni? Unë jetoj në Kavaj, fshatin e Kavajës. Tek mobilierisë Maku. Po, jetoni në një fshat të Kavajës. Jeni martuar me një person nga Tropoja i cili erdhi jetoj me ju aty në Kavaj? Po, erdhe këtu me jetu këtu në Kavaj, thoj që nuk do rri atje, do vi te toka jote. Unë fakt të doshe burin për këtë toka, me kalu jetën. Në tokën time, së s'kom vlezën, 3 motra. E qartë, ti trashëgon... Ai do mirë, do vi. Ti trashëgon disa pasuri nga nëna dhe babai? Po, kam tokën time me ligjona. E qartë, çfarë viti je martuar me zotrin? 2011. Në 2011. 2012, po, ka ardhur gocën jetë. E dashur Fatbarda, si jeni njohur ju me bashortin tuaj të ndjeri shpëtimin? Me lajmësi. E qartë dhe më pas vendosët të lidhnit kuror bashk. Po, ai më kërkoi kunorën. Ai më ka mashtru, më ka kërku kunorën.
Kush ju ka mashtruar? Konorzimi. Po. Edhe njerë të lutem, kush ju ka mashtruar? Shpëtim Sinani. Ish bashkëshorti? Ish bashkëshorti me mua më thë Fatbardha thonë do vojmë kunorën, thë unë i thash jo nuk voj kunor. Ai thë hajde thë se unë nuk voj shpito pa voti kunor. Kuptove? Se do vite këtu më kalu jetën. Po, unë e kuptoj qartë. Por pse ai të mashtroi? Po më ka mashtru pra sepse ai erdhi, ai do të vinte me dyshim vetëm për mashtrim tokësh edhe mashtrim pasurie, nuk do të gru dhe fëmijë. Sa i ndoshta ka qenë i martuar dhe ka gru ka fëmijë tjerë, kupton? Pra, ti po më tregon se ish bashkëshorti juaj zoti Shpëtim, lidhi martesë me ju për të marrë pasurinë tuaj. Krejt, vetëm për këtë pjesë. Por sa vite qëndruat ju bashkë? Unë nuk kam qëndru shumë, për një vit, as i vit jo. Por gjatë këtij një viti, ti çfarë mësove, çfarë zbulove nga familjarët e Shpëtimit? Unë nuk kam mësu asgjë se, ai vetëm kam mashtru. Për këtë pjesë, unë nuk kam pas punë fare atje. As lidhje, as puna, se unë burën e mora për t'jetu këtu. Burën me mashtroj për disa gjojna, më gëjiu, edhe kështu, ai ka vepru. Po pra, unë e kuptoj qartë e dashur Fatbardha që ti u martove për të pasur një familje, për të jetuar, për të qenë e lumtur dhe kuptove më pas që burri që fute brenda në shtëpinë tënde ishte një mashtrues. Por, çfarë bëri ai që të mashtroi ty? Domethënë çfarë ndodhi? Ai më kërkoi certifikatën mua të tokës time, pronës time, tha, Bardha tha, unë nuk bëj dot shtëpi pa më lloj thot certifikatën e tokës thot ti bosh thoj edhe ti dash, se plaku im tokët nuk i pa da. Kuptona? Kyne me, i thash, o Shpëtim, ti bone shtëpinë të shona se tokë është një emnitem të shumë, ti bone që ha dhe kje të shumë. Jo thë muve, unë nuk bëj shtëpi të muve, këto, pa më dhuti letron, thë. Tho kë, thash unë ka bima kje, thash unë, për qarë si jo të shëdo letron ti? Tho i du, tho, nuk bëj do të shpi, tho. Po i pra ishë mashtrim. Kuptona, kë ka qenë që mashtrimi, dhe plaku im, i besoj shkreti edhe i dho në të ishën. Mos i ka dho në të ishën plaku im, a i ka prish punë më në të ishën, në për hipotekët e Kavajës, në për komunët e Synenit, ma të në të ishën ka brell, në qofë si kupton, edhe u ka televizu dhe ka shkut gjitha ne, për hipotek, për komunët e Synenit, mi ka prish tokët edhe nuk po mërë vesh as i dhoj dokumenti. Këtë arsye më ka bo muaj. Fatbardha, e kuptova qartë, a i pronat i ka hedhur mbi emrin e vetë? Po. Dhe këtë të drejtë ja ka dhënë babai juaj? Më falemi në të deta, ai edhe binës mamin të në babin, i ka mashtru, i ka morë të dy me makinë, unë i kam thonë, o Shpëtim, për që të vedhe unë atje në Kavaj, i ka mashtru të prindit e mi, i ka morë dhe ka hu firmën. Me dy prindit e mi me të firmën, ai ka morë një pjesë toke. E dashu Fatbardha, sot ne flasim për një person që ka qenë bashkëshorti juaj, që të pas ka mashtruar, të pas ka marrë tokën, por ai ka ndruar jetë. Tani, gjatë kohës që ti jetove me Shpëtimin, çfarë fole ti me të? Një pra këtë mohbete kam fola si dhoj se një tjetër mo. Fatbardha, ti qëndrove një vit e martuar me të ndjeri Shpëtim Sinani, dhe sot dhe një jetë një vajzë më the? Po, një me vajzë 12 vjeqë. Me jetë ta kesh, por... Me gjetullë. Faleminderit, por... Ti në momenti që e kuptove që ai po të mashtronte, po të merrte pronën, pse nuk e denoncove, pse nuk u divorcove? Çfarë ndodhi me jetën tënde? O deda, kam denoncu në policinë e Kavajës, i kam qut të gjitha. Ai që ishte për shemë tropojan, më të herë në Kavajën tonë ka qeni tropojan. Kuptonë ka pas lidhje më të tropojani. Ka pas i shumë nga tropoja ka qenë me të tërë në Kavaj. Shef, e në tërë, që ka qena e tje? Fatbardha, të lutem, më lejo të bëj pyetje që ta kuptojmë dhe ne qartë historinë. E dashur Fatbardha, ti u ndave me Shpëtimin, apo Shpëtimi jetoi me ty deri ditën që ai ndroi jetë, vdiq në shtëpinë tënde? Jo, nuk ka vdek ai në shtëpinë time, ka vdek në tropoj.
Po Jo. çfarë ndodhi? E përzona unë. Po pra, më trego çfarë ndodhi, më trego konflikti që ti pate me burrin tënd dhe u ndave përfundimisht. O dita më fali minut. Shpëtim si nani, mos i ndodhën të ngjarjet e çova në polici, ato nënstova, i bona të gjitha, edhe aty e në gjukat e qova, me heq gjatë e konorzimin, edhe nuk u bo, kupton që është që ime së tho, jo, së të kthej, tho. I kam bu gjithë të dënënsima. A i në tropoj, kur i ku ka njerëzët e vetë atje, e bërzuna unë, se nuk ikte, i thash, o mashtru, s'ka mund si ti kështë të shuna të me losh plakun në rahat, edhe babën tem ju thur me vra, edhe neve. Po kjo është e tmerrshme, Fatbarda, se ti kishe sjell një jetë edhe një fëmijë, kishe edhe vajzën me shpëtimin dhe pas ka ndodhur gjithë këto konflikte derisa ti je detyruar ta dëbosh nga shtëpia. Shumë. Bashortin tënd. Po, e përzunën, pastaj iku, pastaj ke njerëzit e vetë, unë shkova pastaj në Tropoj, mora letrët edhe dokumentës, a e për shëpërtëzimin e prunit tu në komunën tonë të në Synej, thonë, dhe bëj konorën, thonë, mos ja 5 mujbët, e 4 herë ke për shëpërtëzimin e ka qutje në Tropoj, e uzush ma të gjeni civilën, pse edhe e të shumë atë e për shëpërtëzimin, pa udhun firmën, jo, thotë të bërda, e ka murë, tho, që ti boshim, tho, a i tho, jem ekër familjar, tho, da të tërheq. Mos e tërhojq, po shëpërtëzimin, a qojtje në Tropoj, pastaj ka morë letrët e mia, të gjithë të bosh ndarjen. Ka që i plaku im gjallë, edhe i thosh më plaku tem, shkova me plakun tem, bëra mëcur në Tropoj, ka morë letrët, i kam bot gjitha, i bona gjithë kopje, i kam qu letrët me 25 korrik, me 26 korrik, ato mi ishën pushimin ngusht, pali minut, me 6 gusht ka vdek burri. Po divorci... E vran, edhe kështu që u kam jo seanca. Pra ti nuk munde do ta bëje divorcin? A ka po vokatin? Ti nuk munde do ta bëje divorcin, sepse gjatë kohës që ishe në proces të divorcit, ai ka ndruar jetë. Unë i qova për që gjallë, me 25 korrekt. E kuptova. Avokati tho, më fali minut, avokati tho, oj Fatbarda tho, me 25 korrekt që ke pur letrë tho, kur të fillojmë ne, tho, ditën e punës, tho, me 1-2, tho, e shtator, tho, ti do thirë shto, tho, në gjukat, tho, dhe heqë shto procedurët. Oke, tho, shonë, më rego, falim njerë, ikëm, kur a muarën vesh neve, aj me 6 gush vdeq. Po çfarë i ndodhi? E vran. E vran? Po. Kush e vran? E kanë vran ti ke veni vet në Tropoj. Po pse? Këtë çështje nuk e di o dita, për këtë çështje nuk kam fare pjesë. Sepse e kanë vran nuk e di fare, se s'kam pas më lidhje fare, absolutisht. Por vajza që është 12 vjeçe, ja ke treguar historinë e babait, sepse ajo ndoshta nuk është rritur me imazhin e babait, por ai është babai i saj. Po, e din, ja kam tregu, e din që ka vdek. Nuk e njeh. Sigurisht, nuk e njeh babain. Ndërkohë, pas vdekjes së shpëtimit të dashur Fatbarda, ti zbulove që ai kishte edhe martesa të tjera? Po, kishte edhe martesa të tjera. Kështu e ka qenë avokati, se unë nuk e di, përsa i ka pa avokati, thot, ajo është i martuar, thot, ka disa fëmijë tjerë, ka qenë i martuar, thot, edhe për këtë pjesë nuk e di. Avokati mua duhet ma thashtë, edhe ti për qova letrët. Se unë dosha nuk e di mirë ligjët, ai duhet ma thonte. Oj, Fatbarda, kjo është i martume. Më fali minut, më te procedurë që unë po bëj, më këto procedurat, ti dona për nuk dona, unë do bëj trashëgimit. Nëse mu avokatët mi kishë thot të pjesë, unë nuk e hyshi Odeta. Si Bardha. Atëre, Fatbarda, e dashur Fatbarda, unë nuk e di çfarë ka ndodhur në seancat gjyqësore, por po mundohem që me gjithë histori që ti po më tregon, nëse bashorti jot të ka marrë pronat, i ka kaluar në emrin e vet, dhe ti më pas ke bërë divorcin, ato prona ngelen në emrin e ti. Zonja Shkurte, përshëndetje. Përshëndetje nga Kavaja. Ju jeni motra e Fatbardës. Po, motra e madhe e para.
Po, të lutem, na shpjego pak situatën. Çfarë ka ndodhur me të ndjerin që ka qenë dhëndër i familjes tuaj? Sepse Fatbardha pretendon që ai ka dashur t'i marrë pronat. Shpëtim Sinani nuk i arrini me morë prona këtu, desh me i morë, me i fut në dorë, po nuk i futi dot. Po, çfarë ka ndodhur? Mi shpjego të lutem. Unë kam pas motrën e babit, hallën time këtu shtëpia ka majt babi im. Po? Halla ime ka qenë e martuar në Qarret Kavajës ke Kosovarët. Po. Edhe u kthy prej burri e majti baba ime mo. E kuptoj. Nuk ka fëmijë, është vetëm. E qartë. Edhe komuna Synenit, këtu në Rakull, hallës temi i dhanë tokën, mos i që nda gjithë toka fshatit, ajo që të projnë fund se hallës time nuk i takonte këtu, se që me mbihemnin e burrit, nuk e pat hekurorën, i takonte në Qarret në Bregdet Kavajës. E qartë. Ato nuk i dhanë atjerë, pra, i dhanë këto. Edhe e me shtetën hallën ke lala im, se lala im garkim nuk i ka, dhe me shtetën e bunë me shtetëse, i dhanë 2 dëlyme 700 metra. I qartë e dashur shkurte, por... Shpëtim Sinani, ke 5 pjesëtarë të babës tim, 3 vajzë, 2 prindit unë 5, nuk e mirë do të pa firmë. Tokën. E ne ka rregullu vetëm tokën e hallës time, motrës lalës tim që ka qenë më shtetëse ke baba im. Ai tokën e hallës ka hu për mi vete. Ka marrë tokën 700 metra, jo tjera. Pra bëhet fjalë për tokën e hallës që i ndjeri Shpëtim Sinani e ka hedhur mbi emrin e tij. Pa, vetëm atë. E nuk shoh e mori me se nuk e ka atë, nuk e ka. Ju këtë tokë kërkoni? Se morën për. Kështu që tokat e mia, pronat e mia, ai nuk lujti dot pa firma. I ka baba im garkim, i kina vetne. Nuk mori gjon. Sot ju kërkoni këtë tokë që ta merrni. Po tjetër. Motra ime kërkon tash me hek mbi emrin e Shpëtim Sinanit, të mori mbi emrin e babës. Tani. Po kjo gjë është e thjeshtë për t'u bërë. Ai e ka bërë që gocë motrës time, gocë bardhës, të mori pjesë kë Shpëtim Sinanin tropoj. Po sepse ajo është vajza dhe ka babatë. Kurse bardhë kërkon mbi emrin, ai ka bërë mori vajza pjesë në tropoj. Ke pjesën babajt vetë. Baba thot nuk dua tje ose të mënyrë s'kam brek me veç. E qartë, unë e kuptoj zonja Shkurte, por sido që t'jetë vajza e Fatbardhës, babain të ndjerin e ka patur nga tropoja, dhe nësa ai gëzon diçka, ati e pa dyshim që ajo pasuri e të ndjeri do ndahet mes fëmijëve të tij. E për bardha nuk dën, se thot nuk i du, thot se ata s'kem për vete. Por gjithsesi e kuptoj që Fatbardha kërkon tashmë me qenë që do të divorcohet, bashorti i ka vdekur dhe do që të marrë ndjerimin e vajzërisë. E kuptoj qartë, por dua të pyes Shkurte, kohën kur Shpëtimi ka jetuar aty, si ka qenë marrëdhënia? Shumë i prap, shumë hajdut, shumë ashtroz, shumë maskara nga goja, nga e shamja, nga të gjitha, të dyra. A kupton? Sa vjeç ka qenë ai? Kurdo? Sa vjeç ka qenë? Ai ka qenë, në me do t'ishte, në me do t'ishte, në me është 55, 54, 55, ka qenë 21, 23, kur ka ardhë këto. Pra, ti po tregon që motra juaj ka bërë një jetë jo të mirë me të. Qa jetë me motra, unë t'isha prej kësaja, që se shkovën të rëpoj, qa ka këtyre, hik, e kisha lonë, a që keqe boni. Boni e vajzë, për sy e faqe, edhe du bon të mret, këtu me motër, du i bon të mret, për nuk bohet do të mret, se këtu janë me firma, për nuk hila unë firmë, nuk e merë do të. E kuptoj. Pra, ju po tregoni që... Se na kina, na kina me liqë tu, ka 2 dëlyme 900 metra për frymë, për njëri.
Por atë pronë që sot është në emrin e Shpëtim Sinani të Ndjerit, që ja ka marrë hallës tuaj, kush e zotëron? Nuk e di. Jo. Kush e zotëroni me? Jo, po ne kina këtu, po neve kina se toka nuk ngrihet në krahë. Jo, unë e kuptoj që toka nuk ngrihet në krah, por kush e zotëron? E zotëroni ju, e punoni ju? Jo, ne. S'kem puna to këtu, neve. Vetëm thjesht ju doni ta keni me letra, sepse ai ua ka marrë atë kohë në mënyrë të padrejtë. Ju keni mundur do të lidheni me njerëzit e Shpëtim Sinani të Tropoj? Ato nuk pysin fare i matra ime, se kam fëmin të në mesën, se ka që martu djali e tyne këtu, ato nuk e kam e men fare, ato e në shumësu me zero, me kryq, s'kam pyt fare, asë kam pas kryqik të në kavaj. Në gjithë me tata, e erë të se ne ishim 3 matra pa vla, me nonën, me babë dhe me havën shpi. Ai prana erdhi këtu e mori vesh kush on kjo familje në kavaj, se motra ime kërkonte një dhëndër në tokë, në pranë tona. E qartë. Ke prona tu, sot takimi e mashkull një dhëndër tjeti mirë. Ai nuk ra kështu, skandaloze, mësum neve në ra ne për pjesë. E kuptoj. Kjo është, që për mashtrim, edhe për të vjell lek, edhe për të vjell miliona, edhe për të vjell prona, edhe nuk i bite menja fare, se ishe donë të sillte autonom, më i fjalë, se kështu e kupton autonom. Po autonom të nuk sillet dot, se si kam në syt akoma unë. 2 gjela më i pleha nuk knojnë. E sa s'qo mere rrugën ka ta kesh, se këtu nuk e shtyr dot. Për zoni kusuri motrën time e zoni. Se t'ishte për mu e dinte mire. Kjo, për muve, o brava i qoftë. Bravo. Kjo në me vunë për mbi emnin. Tekin Shpëtim Sinani, Fatbardha Sinani, ta mori Fatbardha Tatani, mbi emnin e babës tim që ka vdek. Ndërkohë, unë të falenderoj e dashur shkurte që të pata këtu në këtë live me Odetën dhe na shpjegove këtë situatë. Të falenderoj. Faleminderit shumë edhe për teje, respekte. E dashur Fatbardha, unë fola edhe me shkurten, ajo më tregoi për marrëdhënien që ke pasur ti me të Ndjerin me Shpëtimin, por dua të flas tani me ty. Si ka qenë marrëdhënia jote e dashurisë mes teje dhe atit? Nuk ka shku mirë fare, hiq Odeta, vetëm nga ndresa, debate, sharje, grinje, të gjitha, kështu. Por unë besoj që ti kur e ke marrë në shtëpinë tënde je njore, e ke dashuruar atë burr. Jo më Odeta, jo nuk e kam dashuruar, më të thot drejtën, po ma bon me lemësi. Thonë o quni mirë, do vike toka dhe boj shtëpi. Edhe kështu që nuk e kam desh, kam qenë shumë eftoft. Shumë eftoft, ma. E dashur Fatbardha, po kjo nuk është normale, që unë po marr një burr se nuk kam vëlla dhe të vija ai të kujdeset për pronat se mos mi marrin, por unë nuk e dua. Edhe kjo nuk është normale. Nëse ti e ke bërë kështu, nëse ti nuk e doje, nuk mund të martohesh. Ti ishe e rritur, nuk ta dha me zor burrin. Odeta, më kuptoj shumë qartë. Jo se nuk e do, më fali minut. Ai tishe i rrit tamon që të dote gru nuk i bonte këto mashtrimet. Ai pse i boni këto mashtrimet se nuk donte gru këto. Donte pasuri dhe donte të mirë të tokat me i shit Odeta. A kupton? Mi shit komplet edhe të mirë të pasurin parët edhe t'i qonte atje ku kishe njerëzit të tjerë Odeta. E qartë, unë e kuptoj, por nga ajo që ti po më tregon, kuptoj që të dyja palët, si ju dhe i Ndjeri, keni bërë një martesë që interesi më i madh ka qenë pasuria. Unë do marr një burr se kam pasurinë dhe nuk ka kush të më mbrojë dhe po e sjell një mashkull në shtëpi, dhe ai që jam pa para, po gjej një grua të pasur dhe po marr pasurinë. Unë kështu e përkthej. Prandaj po të pyes ty. Po, kjo ka qenë arsyeja komplet. Ai që po mori gru, po kaloj jetë, ta kaloj si ta kaloj, ti marr pasurinë. Por mos harroni që nga ajo martesë, edhe pse nuk ka pasur dashuri, ma vjen keq për këtë gjë, ka ardhur në jetë vajza juaj, e cila sot është 12 vjeç. 12. Të pyet për babain e saj, se
Ajo nuk e njeh dhe nuk ka dashuri për të. Po, pyet po, ne thot ajo se ja kam treguar ngjarjen kështu dhe thot, shumë mirë mami thot, për çfarë duan atë thot. Për mu thot është o zero, thot goca. Derisa unë nuk e jam thot, edhe nuk e di thot, për mu është e kot. Kupton, nuk e ka fare listë vajza. Por vajza nuk ka asnjë kontakti nuk ka vajza me njerëzit e babait? Jo, fare. Nuk bën fare Odeta, nuk bën fare. A janë gjallë, a janë vdek, nuk e di bardha këtë pjesë. E dashu Fatbardha, unë e kuptoj që ty s'të lidh më asgjë me atë fisë të tropoj se ti je ndar me shpëtimin përpara se ai të vdiste. E ke përzënë, e ke dëbuar nga shtëpia. Por mos haro, vajza jote është gjaku i tyre. Ti mos e pengo vajzën këtë kontakte me njerëzit e babait, se kjo nuk është e drejtë. Odeta, më fali minut, nuk ka pse të ka bojën vajzën për shembull se është gjaku vetë atita. Po ti ishe gjaku vetë atita, e di që është gjaku vetë, të vishin Odeta, ta kërkoshin. Okej? Ato s'kan ardhur të jetë pyesin. Për të pjesë. E po mu vehet që më intereson ajo pjesa aty në vofare, as i kam listë fare, janë pasi janë jetë. Po këtë dasha disha, unë du vetëm drejtësinë teme. S'më intereso fare se çfarë ka bo Shpëtim Sinani, se çfarë nuk ka bo. Fali minut, unë të bëj trashëgimin në burrit. Pse s'ma thonë avokati këtë pjesë? Që më ka mund qafë? Fatbardha, për të hequr emrin. Fali minut, Odeta kam bo 2 milionë gjysmë para dalë avokati përpara këtu, edhe të përgjigjet muve. Më shpjego. Ti vazhdon ende e martuar me të ndjerin Sinan, Shpëtim Sinani? Ke celibrim, kuror? Po, unë pse të marrë aty, kam celibrim me Shpëtim Sinanin, sepse avokati që qenë. Ti kërkon që të heqësh të kuror dhe të marrësh mbi emrin e vajzërisë. E dashu Fatbardha, nëse nuk ta ka bërë ky avokat që ti ke zënë dhe ke shkuar në gjykatë dhe s'ka zgjidhur, ti mund të gjesh një avokat tjetër për të vazhduar këtë çështje, nuk e pse shqetësohesh, sepse unë mendova që problemi ishte që gjithë pronat ti ka marrë ish burri, ai ka vdekur dhe tani ajo pasuri do ndahet mes gjithë fëmijëve të tij që ka dhënë nga martesat e para dhe kjo do ishte e dhimbshme, që pronat e tua ti gëzonte dikush tjetër dhe jo goca jote. Odeta, ti drejtohesh gjykatës, nuk ta zgjidhja ai avokat, gjej një avokat tjetër. Odeta, ti japi lekët me 3 lekët, ku ti gjej lekët ose ka bo lekët të Shpëtim Sinani që ka qenë martuar. Pra te të shonatite. E më bëti mu për trashëgimit ati, që më intereson. Pse, ai ka qenë i martuar, ka pasur disa martesa antropoj, po më tregon. Po pra, si që ka thot avokati, se avokati di, a i ka bo çështje. Unë prandaj të pyeta, e dashu Fatbardha, a ke kontakte me njerëzit e shpëtimit? Ishte shumë e rëndësishme që ti të ruaj një kontakt me ta. Odeta, nuk kam fare më njerëzit ati të, as kon mi kemë asu du të kena. Unë kam punë me avokati le balit të qeshin papo, Fatbardha nuk bëhet. Këmbime nuk t'iqët. Unë kishe bo trashëgimin e papës tem, që Odeta shpjellë, kënëra, o të mra kurendi. Unë i me donë avokati, falimin donë avokati, unë bëj qeshje motoron, që në zyrë në avokatit, vetëm atem la mu pushka, mu avokati. Fatbardha, unë nuk mbroj avokatin që ke pasur ti, nuk mbroj asë një lloj avokati. Dhe po flasë shumë hapur dhe shumë sinqerisht me ty. Në momentin që ai merr një shërbim për të kryer, pa dyshim që ai do të kërkoj para. Avokatët nuk punojnë falas, punojnë me para, në këtë gjë e tani. Odeta, Fatbardha, të lutem. Ti muve. Fatbardha, të lutem. Do më dëgjosh? E dashu Fatbardha, do më dëgjosh? Në momentin që një avokat merr një çështje dhe i drejtohet gjykatës, nuk do të thotë 100% që ai do ta fitojë atë çështje. Dhe në rastin tënd, ai nuk e ka fituar këtë çështje. E ka mbyllur gjykata, nuk di të jap një koment sepse nuk kam një dokument për të kuptuar edhe situatën dhe rrethanat në të cilat ke qenë ti në atë kohë kur i e drejtuar gjykatës. Në momentin që gjykata e pushon, ne nuk mund të fajsojmë një avokat që ka bërë një punë, ndoshta nuk ka qenë i zoti. Këtë gjë mund ta them, po, nuk ka qenë i zoti të mbrojë klientin e vet. Të mbronte ty në gjykatë, të fitoje ti atë që ti kërkoje, pra atë që ti e pagove avokatin.
Por nuk është momenti që të hedhim balt mbi avokatin, ta shajmë një avokat pse ai nuk e fitoi një çështje. Gjëja që ti po më tregon është një gjë që ti mund ta ndjekësh, ndoshta pas këtij live-it ne mund të flasim të dyja, edhe unë të marr një këshillim ligjor, sepse unë jam gazetare dhe vërtet mund të njoh ligjet, por padyshim që gaboj, nuk jam avokate që ndjek seanca gjyqësore dhe i njoh mirë ligjin në majtë të gishtave. Unë do këshillohem me një avokat, do të telefonoj për të treguar hapa dhe procedura që ti do ndjekësh, por nuk ke pse ti jesh kaq e irrituar. Prandaj do të them, rri e qetë, se gjërat e mira zgjidhen kur ti e qetë dhe arsyeton më mirë. Nëse je irrituar dhe gjithë mendimin negativ e ke te avokati se ai ta bëri, nuk ta ka bërë avokati. Pra gjithë problemet të kanë ardhur nga jeta që ti ke bërë, nuk ta ka bërë avokati. Ndoshta ke zgjedhur një avokat jo të aftë që s'të ka ndihmuar. Deri këtu jam dakord me ty. Detën, fali minut. Avokati pra unë po të thena, kur ati të ai që letrën e ka pa të martuar, mos i hytë të qeshit, s'ma thonë të i fjalë, so nuk e di ligjët, oj fatbardha këtë dirë këtë shumë mundë me këte problemi martuar. Ti tash ti dysh, kësaj qeshje, pa ose është avokat dhe fëmijë të tjerë. Që s'ma thonë avokati më kur i qovë më të letrat. Nuk të ka informuar. Unë për të arsye është avokat. Fali minut, avokati thash, pa çfarë i doj që të lidhësh 2 milionë që unë nuk kam të ardhura. I kam marrë borxh Odeta, që daja im. Me çfarë ta lajo? Unë të besoj dhe të kuptoj për këtë pjesë që ke marrë lek borxh për të ndjekur këto seanca gjyqësore për të paguar avokatin, absolutisht që të besoj. Po. Nuk e shef Odeta? Po, e shoh. Po nuk e besoj që mund ka marrë me. Ja, shifa motrën ti më smuni. Janë të voni lartë, kanë ku flen njerëzit. Që është kjo që me Odeta, ku t'i gjim lekët me motor? Ku që pojë? Që qes momi? Shive të dhomën tjetër, një sekund. Shive, ja. Shive e kurendin ku ka adhë, ja. Ja, tu fleon, ja. A tu fleon, ja, lartë? Ja. Që është kjo me Odeta, që është kjo? Ka vajnë që më zumë zero. Shive në në temë, o të do të vje që o smu. Ka moj laqë sot, i qenë mi le. Ku t'i gji? Fatbardha, unë i pash kushtet e shtëpisë, që jeton në kushte jo të mira, por kjo nuk ka lidhje me avokatin, pse ti e ke shtëpinë në atë gjendje? Avokati mu në dita më ka morë në qafë. Të më thonë të ato 3 milion plus rruga që kam shku, kam marrë, kam pagujt makinën 850.000 lek, kam morë borç, avokatit me dhëgoris të gjojnët që unë të mësë ma botë të trashgimin ati të thonë të zonjë fatbardha nuk botë. Vim njët nuk hiqët të s'ka liqë. Se në me mrapa qiti thonë që nuk ka liqë, thonë, u ka po punë, thë vetëm të për trashgimin. Si avokat të shumë për trashgimin, unë s'kam thotë ty për trashgimin. Se s'ma thej të vërtetën. Jo, po ku dishe gjohën. Gjithsesi e dashur Fatbardha, unë të premtova që do flas me një avokat, do këshillohem dhe do të telefonoj për të treguar se kush janë hapat që ti do ndjekësh. Por nëse ke një mesazh për njerëzit e ish burrit, mund ta japësh në këto momente. Jo, nuk kam mesazh fare për njerëzit e ish burrit, nuk kam fare. Po për avokat... Unë nuk kam fare nevojë ka njerëzit e burrit fare, nuk du as i sen fare dhe avokati që më ka bëu trashëgimit, avokati bie i letrët i shoh fëmijë, çfarë ka bëu se më ka prish letrët, edhe më ka bëu trashëgimin, ka aty në kavaj ka thonë hajde u firmët, se për çfarë më ka marrë këto firmët nuk e di. Mos e ke bëu firmët, ta tyno mos ka rejvët, edhe të vinë tokë tokën, nëse më gjithë vinë mojnë tokën. O ditë të lutem, po avokatit bie i dokumentet të gjithë të shoh. Qësi ne po e bëjmë të denoncim këtu live me Odetën, uroj që ai avokati na dëgjoj dhe të reagoj, do mbetemi bashkë në kontakt, ta premtova këtë gjë dhe uroj që të bëhet më e mira për ty Fatbardha. Jo, Odeta, se unë kisha drejt të bëj trashëgimin me ato ligj që ka marrë avokati. Ku ti gjej lekët unë tash që të bëj trashëgimin? Po pse më dhe gjykata çeshin që nuk thon gjykatës fitat ligji? Por çfarë si pse i bën avokati? I bëj lutje gjykatës ka të drejta heqi. Son të marrë bëjmë në babis tim, vajzëris, të bëj dokumentin. Nuk du fare dokumentet që ka bo avokatin, ka bo trashëgimit atënve. E në njësë se vinë mojnë që në tokën. Që pjesën? Si ka po në avokat shko bo të pjesë atje, në tropoj. Nuk du gjohën atje në tropoj. Fare. Fatbardha, e qartë. Të lutem qetësohu, e kuptoj qartë që je irrituar, je mërzitur për gjithçka këtë që të ka ndodhur me avokatin.
do mbetemi në kontakt. Unë do premtova që do këshillojmë dhe unë nga ana ligjore për të marrë dhe unë informacionin për të ndihmuar për hapat që ti të ndjekësh në vazhdim. Po vetëm tu që më zjasi puna ai shumë, sa po që më zjat ai shumë, unë për javë pak të marr përgjigje nga ana jote nëse ligjore të me hyn një avokat do të më heqin emrin. Se për ndryshe nuk kam çfarë me bot, vras vetëm ose të shkoj të vras avokati. Po jo. Unë për ndryshe vetëm kjo kam. Fatbarda, të lutem tani. Tani ti je një grua e rritur. Fatbarda, të lutem. Tani ti je grua, je nën, edhe unë jam grua, nuk është normale të flasim kështu. Jo, është normale për punën e avokatit që më ka mund qaf, apo fali minut. Falë edhe këtë pjesë, dhe të bëj falja. Apo ka thënë kështu është femën ajo, është gocë për ti, është gru, aja nuk i nje ke procedurat, nuk i dina nek ne, hajtë ne t'ja prishim. Fatbarda, unë nuk të lejoj që në këtë live modetën të japësh këto mesazhe, janë shumë të rënda, të lutem. Trishu mbrapa? Jo, jepë këto mesazhe nëpërmjet avokatit. Avokatit ma thotë mua se ma ka marrë në qaf ka mashtru. Më falë minut. O mashtrimi avokatit, unë të shkoj të i bëj denoncim avokatit, por ndryshe se avokatit nuk më përgjigjet. Fatbarda, të lutem qetëso, është drejta jote. Ti denoncosh avokatin që të ka mashtruar, ti bësh të gjitha, absolutisht ke të drejtën tënde. Por, po të them qetësohu, përderisa hyre në këtë live modetën, unë do bëj të pamundur për të ndihmuar. Unë nuk mbroj askënd. As avokatin tënd, as ty. Thjesht po mundohem të qetësoj ty. E dashur Fatbarda, të falenderoj dhe mbetemi në kontakt. Të përshëndes nga Tirana. Ciao. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video dashur miq. Urojmë dhe shpresojmë që Fatbarda Sinani ta marrin pjemën e vajzërisë nga Sinani në Tafani. Kjo ishte kërkesa që ajo bëri këtu në live modetën dhe shumë akuza për avokatin e saj, i cili i kishte marrë paratë dhe nuk i kishte zgjidhur asnjë lloj problemi. Uroj të bëhet më e mira. Mirë, nëse ju keni një histori të dashur miq për denoncuar dhe doni të bëni pjesë këtu në live modetën, mund të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 ose mund të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale. Ndërsa këtu lart tek fotoja, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, Odeta Dume Mandro, unë çdo ditë me ju ndaj histori njerëzore. Faleminderit.